Përshëndetje të dashur shqiptar kudo që jeni. Kështu do ta nis këtë komentim sepse tani do të fluturojmë nga vendi në vend. Prej në studion e Am Dëgjon do shkojmë herë në Austri, herë në Gjermani, herë kudo sepse Gjesti ka publikuar në Instagramin e tij, konkretisht në story, turneun e verës 2025, të paktën vetëm për muajin maj. Vetëm për muajin maj, Gjesti ka prenotime të frikshme. Muaji maj do t'jetë një muaj i zjarrt për artistin shqiptar Gjestin, i cili ka shpallur zyrtarisht një mini turne europian me 8 koncerte të konfirmuara në qytete të mëdha të Europës qendrore dhe perëndimore. Ky është një tjetër hap i madh në karrierën e reperit, i cili vetëm pak vite më parë nisi rrugtimin e tij muzikor dhe tashmë po arrin suksese që pak artistë shqiptar kanë shijuar në një kohë kaq të shkurtër. Nga Prishtina në skenat europiane, i njohur për stilin e tij të veçantë, për tekstet e sinqerta dhe për një prezencë skenike të fuqishme, Gjesti është kthyer në një nga emrat më të kërkuar në klubet dhe sallat koncertale ku ka diasporë shqiptare. Muzika e tij rezonon veçanërisht me të rinj, të cilët e shohin jo vetëm si artist, por si dhë të një brezi që kërkon të jetojë të vërtetën e vet pa maska dhe pa komplekse. Turneu i majit përfaqëson jo vetëm një sukses artistik, por edhe një dëshmi të ndikimit që Gjesti ka fituar në tregun ndërkombëtar, shqiptar edhe më gjerë. Kërkesat për prezencën e tij janë shtuar pas muaj në muaj dhe tani ai është i ftuar në qytet ku komuniteti shqiptar është i fortë dhe ku muzika shqipe po e njeh një rilindje të vërtetë. Dëgjoni mirë datat edhe destinacionet. Sipas njoftimit zyrtar të menaxhmentit të Gjestit, këto janë datat dhe qytetet ku do të mbahet turneu gjatë muajit maj. Data 9 maj në qytetin Linz të Austrisë, më datën 10 maj në qytetin e Vjenës të Austrisë, më datën 17 maj në Singen të Gjermanisë, më datën 23 maj në Halmstad të Gjermanisë, më datën 24 maj në Zürich të Zvicrës, më datën 28 maj në Düsseldorf në Gjermani, më datën 30 maj në Bruxelles në Belgjik, dhe më datën 31 maj në München në Gjermani. Çdo mbrëmje pritet të sjellë atmosferë të zjarrt me salla që priten të jenë të mbushura me plot fansa që mezi presin të dëgjojnë hitet më të mëdha të reperit si Amdon Hala, Gabimisht, Krejt Tifala dhe shumë hite të tjera, por njëkohësisht edhe hitin e radhës që Gjesti do ta publikon po këto ditë para ditëlindjes së tij. Një lidhje e fortë me publikun, suksesi i Gjestit nuk vjen rastësisht. Ai ka krijuar një lidhje të thellë me publikun, jo vetëm përmes muzikës, por edhe përmes mesazheve të tij të sinqerta në rrjetet sociale. Ai nuk e ka fshehur kur të kaluarën e tij, sfida që ka kaluar, dhe kjo e ka bërë edhe më të dashur për fansat. Koncertet e tij janë më shumë se mbrëmje muzikore. Ata janë një përvojë emocionale ku publiku ndjen jo vetëm ritmin, por edhe zemrën të artistit. Pritshmëritë për të ardhmen janë këto. Pas përfundimit të këtij turneu, pritet që Gjesti të publikojë projekte të reja muzikore, si dhe të shpallë një datë për një koncert madhështor në Prishtinë ose Tiranë. Ai ka paralajmëruar në intervistën e fundit se vera 2025-s do të sjellë shumë surpriza përfshirë bashkëpunime të fuqishme dhe një stil muzikor më të zgjeruar. Kjo është maratona e Gjestit gjatë muajit maj, për më pas për të kuptuar edhe muajin qershor, korrik, gusht edhe shtator dhe muajt me radhë.